Ka filluar përgatitja për asfaltim të rrugës që lidh fshatin Zdujnë me Gostivarin. Zhvillimin e punimeve nga afër e ka parë vetë kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani me bashkëpunëtorët e tij, të cilët i pritën banorët e këtij fshati. Kjo rrugë me gjatësi prej rreth 1,5 kilometra është njëri nga 13 projekte që komuna e Gostivarit i fitoi nga qeveria kohë më parë. Rruga është diku me gjatësi prej, nëse s'gaboj, afër 1,5 kilometra gjithsej, me gjërësi të ndryshme varësisht prej situatës faktike. Kjo është një prej projekteve të cilët në vazhdimsi i promovojmë ditëve në vim, ashtu siç kemi thënë, do të vazhdojnë edhe projektet tjera nga gjitha ato të cilët i kemi para pa deri tani edhe me projektet e qeverisë, por edhe me programin e komunës Gostivarit. Para shtrimit të asfaltit të ri është hequr shtresa e vjetër e asfaltit, është bërë nivelizimi dhe shtrimi e rrugës me tampon. Rruga pritet të jetë gati nga gjysma e muajit që vjen, ndërsa kostoja financiare arrin në rreth 10 milion denar. Rruga besoj se me këtë dinamik diku për 3 javë duhet të përfundon, ndoshta edhe më shpejt, por besoj që për 3 javë do të përfundone. Do të kompletohet. Kryetari Limani tha se kjo rrugë ka qenë njëra nga më të dëmtuarat në territorin e Gostivarit, ndërsa ka qenë kërkesë e kahmoqshme e banorëve që e njëjta të sanohet. Rruga e cila lidh fshatin Zdujnë me, le të themi, Gostivarin ishte me të vërtetë rrugë e cila ishte shumë e dëmtuar dhe kishte nevojë që të rikonstruohet, dhe me këtë besoj që bashkëqytetarëve tanë të fshatit Zdujnë do t'ju mundsojmë infrastrukturë të re, kualitative, me cilën normal do të përmirësohet edhe jeta e tyre dhe komunikimi me qytetin. Banorët e Zdujnës shprehen falendërues ndaj kryetarit Limani për investimin. Ata thonë se rregullimin e saj e kanë pritur për më shumë se një dekadë. Faleminderit kryetarit Valbon Limani, me ekipin e tij arriti qëllimin, e kaloi këtë projektin si disa projekte tjera dhe ja si shefni edhe vetë fillon punimet, shpresojmë së shpejti të përfundojnë, edhe ne një qetë të jemi më rehat për komunikimin që kemi lëvizjet që i bëjmë nga fshati, po jo sot fshati Zdujnë, edhe fshatra tjerë si Raveni, Vërtoku, Reçani, se si e dini vetë edhe poshtë ka ngarkesë të komunikacionit dhe një pjesë më e madhe kalojnë nga fshati jonë. Sa kohë pritet këtë rrugë? Po, me vite dikund 10 vite. Dikun 10 vite ndoshta edhe më tepër. Faleminderit për prezencën. Paraprakisht në fshatin Zdujnë nga fundi 2019-s u rregullua edhe kanalizimi, i cili kalon nga po e njëjta rrugë që ka nisur të sanohet. Ndryshe, punimet për rregullimin dhe riasfaltimin e bulevardit kryesor të qytetit dhe rrugës Beliçica pritet të fillojnë nga java e ardhshme.